profesor Dr. Sali Berisha, të nderuar kryetar të bashkive, të nderuar deputet, të nderuar ish kryetar bashkish dhe ish kryetar komunësh, të nderuar anëtar të Këshillave Bashkiake. Ju falenderoj të gjithëve që jeni bashkuar kësaj tërëze. Personalisht e konsideroj çështjen e reformës administrative territoriale si çështje politike më të rëndësishme të opozitës shqiptare. Gjykoj se kjo reformë është e nevojshme qoftë nga pikpamja administrative, por mbi të gjitha nga pikpamja politike. Vendosja e një ekuilibri të ri politik në Republikën e Shqipërisë, rikthimi në shina të përfaqësimit dhe llogarilënies, si dhe ndoshta rotacionit politik që të gjithë po presim, kalon pikërisht në kjo reformë. Prandaj, opozita jo vetëm duhet marrë pjesë, por duhet shkojë aty me armët e saj më të fuqishme. Me intelektin e saj, me vizionin e saj dhe me moralin e saj politik, që natyrisht përfaqëson dhe e përsin tonë në tërëzën e bisedimeve. Opsionet janë të shumta, por besoj që fjala u duhet lënë ekspertëve dhe partnerëve tanë dhe ne duhet jemi në pozita korrigjuese gjithmonë pjesë e tryezave. Parimet që duhet ndjekim janë të thjeshta, të drejtat dhe të fuqishme. Politika vendore nuk është thjesht administrim, është ura më drejt për drejt mes qytetarit dhe shtetit. Bashkitë janë aty ku sfidat prekin jetën e përditshme dhe aty ku zgjidhjet duhet të jenë konkrete, të shpejta dhe të ndershme. Sot, përballë sfidave lokale, ne kemi edhe një përgjegjësi më të madhe, të sigurojmë që zëri i qytetarëve tanë të përfaqësohet drejtësisht, jo vetëm në nivel kombëtar, por edhe në arenën ndërkombëtare. Është thelbësore që organizimin dhe funksionimin e bashkive ta shohim gjithmonë si një interes të drejtë për drejtë të qytetarëve. Çdo vendim, çdo reformë dhe çdo iniciativë duhet të ketë në qendër nevojat reale të tyre. Ne që jemi përdit me qytetarët, mund të themi që sfida dhe vështirësitë janë të mëdha. Kjo qeverisje e ka deformuar sferën publike dhe marrëdhënien me qytetarin, me përfaqësues dhe me llogarilënien. Por pikërisht për këtë arsye, mesazhi im si kryetar drejtuar kolegëve dhe çdo qytetari është i qartë. Të jemi aktiv, të shfrytëzojmë mundësinë që ofron Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën Territoriale, të kërkojmë, të sugjerojmë dhe të propozojmë zgjidhjet që u nevojiten realisht komuniteteve tona. Të shprehemi në rrugë zyrtare, të marrim pjesë në takime rajonale dhe të kontribuojmë me përgjegjësi në këtë proces, derisa të kemi një draft që na jep mjetet e mjaftueshme për të dalë për zot premtimeve tona dhe për të kontribuar përmbajtësisht në administrimin e territorit dhe rikthyer politikën si mjet për zgjidhjen e zhvillimit. Faleminderit. Faleminderit zoti Qosja. Tani për të folur për doktrinën dhe arkitekturën e pushtetit vendor sipas Partisë Demokratike dhe Opozitës, ja kaloj fjalën profesor Dr. Sali Berishës, kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Faleminderit, fjalë për ju, doktor. Mirdita dhe përshëndetje. Duhet falenderoj organizatorët e këtij takimi për një çështje të rëndësisë parësore për qytetarë shqiptar, për vendin në tërësi, për zhvillimin e Shqipërisë. Reforma apo shkatrimi që u bë qeverisës vendore pas ardhjes në pushtet të Partisë së Krimit është një nga goditjet më të rënda që u dha interesave të qytetarit shqiptar, që ju dha zhvillimit të vendit. Zhvillimit të vendit. Në mënyrën më absurde që shkon gjirë në një krim kombëtar. Në Shqipëri, vendin që rreth 75-80%
të teritorit të saj e ka malor dhe kodrinor, u vendos një model që s'ekziston gjëkundi as në vendet në të sheshta të botës. Pra, ky vend me teritorin më malor u vendos në një model të fshirjes së popullatës nga këto teritore. Dhe sot që kryenjoranti, dhe jo vetëm kryenjorant, por është një armik që bëri këtë reformë, zbaton paketën e maleve në Maminas.